Mirëmbrëma të gjithëve, takohemi përsëri së bashku si çdo të hënë në mbrëmje në minutat e emisionit ton sportiv Adria Sport. Të nderuar miq, në emisionet tona një hapësirë e veçantë gjithnjë i është lënë edhe njerëzve dhe figurave të shquara të sportit dursak, të cilët ndër vite kanë dhënë një kontribut të çmuar në lartësimin e sportit të këtij qyteti. Pikërisht edhe minutat e këtij emisioni i dedikohen njërit prej këtyre figurave i cili ka dhënë një kontribut të shquar në volejbollin dursak në vitet 60-70. Me mua në studio është mjeshtri i merituar i sportit Luka Prifti. Mirëmbrëma zoti Prifti dhe të falenderoj që pranuat ftesën dhe mirë se vini në këtë studio. Edhe unë ju falenderoj përzemërsisht juve për ftesën që më bët. E ndi veten të vlerësuar në këto momente dhe do bëj çmos që ti sjell të freskëta kujtimet e mia të asaj kohe, në të cilën bashkë me shokët e mi, qoftë të Durrësit, qoftë në shkallë republike, kontribuam në lartësimin e dinjitetit sportiv të shtetit shqiptar. Atëherë, filloj me pyetjen e parë, si kujtoni hapat tuaj të parë në sport? Ishte viti 1956. Në atë kohë unë ishte nxënës ose student, mund të themi, të gjimnazit 6 Shtatorit të Durrësit. Gjimnazi 6 Shtatori ishte gjimnazi vetëm i asaj kohe, me 2 klasa paralele. Kemi pasur një mësues jashtëzakonisht të apasionuar nga sporti dhe ishte një specialist shumë i mirë, Bashkim Taga, i cili më rekomandoi që të hyjë në ekipin e voleybollit. Aty ai shikonte që unë mund të zhvillonja talentet e mia dhe unë, duke pëlqyer këtë propozim, u ingranova në ekipin e të rive të qytetit të Durrësit. Trajner në atë kohë ishte i famshmi i paharuari Ramazan Jala, ndaj të cilit ruaj kujtime dhe respekt të veçantë. Bëm servite për 2 vjet me atë, u aktivizum në kampionate kombëtare, ku Durrësi doli vendin e dytë, nëse më kujtohet, Tirana të parin e të dytit, dhe në vitin 1957 unë kalova me njëherë ke ekipi të rriturve të qytetit të Durrësit, që në atë kohë quhej Lokomotiva. Në gjysmën e dytë të kampionatit atij viti u aktivizova në 6-ën e parë, ku trajneri asaj kohe ishte volejbollisti i quar kombëtare dhe qytetit të Durrësit, Napoleon Llalla, indjeri Napoleon Llalla, në të cilit u sheh një respekt të veçantë si njeri edhe si sportist shumë i mirë. Aty bënin pjesë dhe sportistë të tjerë të quar si Naun Lazo, Omir Bokopola, Aleksandr Gorea, Krenar Golashi, e plot të tjerë, që momentalisht më vonë edhe mund t'i kujtoj kështu. Erdhi viti 1958, u zhvilluan dhe takimet e para ndërkombëtare. Takimin e parë ndërkombëtar që më mend që kemi zhvilluar në parkun sportiv të asaj kohe që quhej Nakospira, ishte me ekipin e kantonit Kinës. Ka qenë ndeshja e parë ju, me ekipin e të rriturve? Të rriturve. Gjithmonë bëhet fjalë për të rriturit tash tutje. Pash një ekip kines ishte jashtëzakonisht i shkatët, në rrjet edhe shumë i lëvizshëm në vitin e dytë. Bile në habitën me lëvizshmërinë e tyre, shkatësinë e tyre dhe ekzekutimin e disa elementeve të veçantë të voleybollit, si shërbimet, gjujtjet, pritet edhe kështu me radhë. Pastaj erdhi ekipi Dukles së Kolinit, çek. Në ekipin e Dukles së Kolinit bënin pjesë lojtarë të famshëm botëror, si Tesash Paulus i dyti, që në kampionatin botëror të Rio de Janeiro në Brazil, ky i dyti, Paulus, ishte cilësuar lojtari më i mirë organizator. Edhe zhvilluam neshje në Durrës me ata, edhe fotografie e këta tjerë, ishte ekip jashtëzakonisht i mirë. Pas kësaj zhvilluam një neshje me ekipin e Lokomotivës së Misholcit, ishte ekip hungares. Jo në një nivel kush e di se çfarë, po dhe ishte ekip i mirë, me cilën ndesheshe me respekt me kundërshtarin. Luajtëm gjithashtu edhe me ekipin e Traktorit të Bukureshtit. U zhvilluan disa ndeshje ndërkombëtare. Kështu që koha kalonte, zhvilloheshin edhe kampionate kombëtare dhe erdhi viti 1959. Në 1959 u zhvillua edhe Spartakiada e parë kombëtare, ku morën pjesë sporte të ndryshme. Në shkallë republike, mori pjesë natyrisht edhe ekipi Durrësit, ku mora pjesë edhe unë, bashkë me lojtarët e tjerë të ekipit. Gjatë kësaj kohe, unë përpiqesha shumë që të ngrinja nivelin sportiv. Dhe them që në fillim që nuk mundet të bësh sportist cilësor,
qofse mrena vete sa dhe ke energji dhe dëshirë dhe pasion që të hesësh lartë e më lartë, jo në kuptimin e keq të egoizmit personal, po në kuptimin që të arrish një emër sportiv dhe të kontribuosh pastaj për ekipin, për qytetin, për vendin dhe sipas rasteve që janë. Dhe unë bëj një përpjekje të mëdha fizike në radhë parë, akrobatike, atletike dhe teknike. Në sportin e voleybollit ka qenë rastësi që u ingrenuat apo ishte pasioni juaj? Shiko, në ato kohra të dy sportet, voleybolli dhe basketbolli zhvilloheshin njëkohësisht. Dhe nuk mund të them që në fillim fare ishe i determinuar ke voleybolli. Edhe basketbollin e kishe për zemër. Mirë po, ai mësuesi i fizikulturës, Bashkim Taka, nguli këmbë që unë ishe më i thekun për voleybollin dhe kështu që unë hira ke voleybolli. Dhe aq më tepër që në vitin 1957 u hodhën themelet e sporteve cilësore në Republikën e Shqipërisë, sepse u bën ndarja. Nuk mund të luajë voleyboll dhe basketboll dhe sporte tjera, por mund të ushtroje vetëm një sport. O voleyboll, o basketboll, o futboll, o sporte të tjera. Dhe sipas meje, dhe këtë mendim e kam shfaqur dhe në biseda me dashamirën e sportit, me specialistë e sportit, periudha 1957 dhe më përpara, i takon një periudhë që u morën me sporte të shumëllojshme, njerëz që kontribuan në emancipimin e shoqërisë shqiptare në lëmin e sportit. Kurse pas kësaj date, fillon zhvillimi i sporteve cilësore. Edhe me të vërtet pati një hop zhvillimi, të cilin do ta pasqyroj, do ta them edhe më poshtë. Të nderuar miq, Luka Prifti ka një karrierë të gjatë sportive, ka filluar aktivitetin sportiv në vitin 1956 me Lokomotivën e asaj kohe për ta mbyllur këtë karrierë në vitin 1972 po me Lokomotivën e asaj kohe. Në sezonin 59-60 deri në sezonin 1962 ka qenë lojtar i skuadrës së Partizanit, një prej skuadrave më të mira të kohës, dhe ka fituar 3 titull kampion në karrierën e tij, 2 titull me Partizanin dhe 1 titull me Lokomotivën e Durrësit. Është prej vitit 1962 është mjeshtër sporti dhe mbas shumë vitesh në vitin 2001 merr dhe titullin e lartë mjeshtër i merituar i sportit. Pak vite më vonë është dhe nder i qytetit të Durrësit, një titull ky i akorduar nga Shoqata Durrësi dhe nga Bashkia e Durrësit. Dhe një vit më pas merr dhe titullin e lartë nder i sportit shqiptar, akorduar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve të asaj kohe. Ka punuar dhe si inspektor i lojrave me dorë, le ta themi, në vitet 1974 deri në vitin 1979, pranë klubit sportiv Lokomotiva. Dhe prej më shumë se 38 vjetësh ka punuar dhe si arsimtar në shkollat 8 vjeçare të qytetit të Durrësit, ku ka dhënë dhe lëndën e matematikës dhe fizikës. Zoti Prifti, ishit pjesë e Lokomotivës ku filluat dhe karrierën tuaj sportive, si ndodhi që kaluat për 2 sezone tek Partizani? Në vitin 1959 nga fundi më morën në ushtar. Bile ka qenë e çuditshme dhe marrja ime dhe futja në ushtrinë asaj kohe, se më morën pa lajmëruar fare. Si duket dikush nga Durrësi kishte rekomanduar në Gjirokastër ku do më çonin, që ishte Muharrem Kokomani, komandant, Durrësak me regjime, komandant i repartit ushtarak, edhe i mblidhte sportista për t'i pasur pastaj në aktivitetet e ushtrisë në ndeshje ndërmjet reparteve, dhe më morën dhe më çuan atje, Gjirokastër. Domethënë, u gdhiva në Durrës dhe u ngrisën në Gjirokastër. Megjithatë, nuk ishte çfarë bësh, edhe tipi im ishte tipi but, ishte tip, jo në kuptimin e keq që në nështruar, po ç'to bësh, ishin fuqira të mëdha që do t'i nënshtroheshe. Pra, ishe mësues në Durrës, më morën dhe më çuan ushtar në Gjirokastër. Në Gjirokastër ata jeton mirë, me thënë drejtë, si ushtar, edhe aty fillova bashkë me 2 të tjerë, një Shkodran dhe një Tiranës, përgatitje të jashtëzakonshme fizike, duke bë krose me 10 kilometra në ditë. Si ushtar, jo si sportist. Si ushtar. Po edhe si sportist, se përgatiteshim, si sportist më tepër, se përgatitesh për Spartakiadën e reparteve të ushtrisë, që Muharrem Kokomani generale kishte me qejf të madh ta fitonte. Po si kaluat te Partizani? Ashtu. Masi u përgatitëm atje bëm ato betimin që kishin edhe të tjerët, do zhvillosh në Tiranë finalet e ndeshjeve të reparteve ushtarake të Republikës.
Dhe unë përfaqësonja repartin me Gjirokastër. 9701 në zgabojme ka pas atë numër e tij. Por, le ta themi, nuk ishe i atashuar pranë këtij Partizanit jo. skuadrë. Jo, pranë Gjirokastës. Jo, qyteti i Gjirokastës jo. Po ishe me repartin ushtarak. Në repartin ushtarak. Erdhëm në Tiranë ke shkollë bashkume. Aty, bashkë me shokët e tjerë, modest, në sport, dolën kampion për ushtërinë. Dhe ndeshja e fundit ishte ndërmjet ekipit të Gjirokastërës dhe MKAS. MKA ishte mbrojtja kundërore e Tiranës. Po aty bonin pjesë Masaraga, Metaga, ishin lojtarët e ekipit kombëtar. Ishin dhe lojtarë të tjerë që ishin të aktivizuar në ekipe. Petri Dume, ndaj të cilit u shkej kujtimin e tij një respekt të veçantë, e çoi këtë ndeshje që mos zhvillohesh ke shkollë e bashkuar sipër, por na çoi ke stadiumi Studenti. Stadiumi Studenti ka qenë ke rrugë Elbasanit. Tash mos gabojmë, kam bërë parking makinash, nuk e di çfarë kam bërë atje. Edhe zhvillum ndeshjen. Për çudinë e të gjithëve, habin dhe të Gjeran Petriti dhe tjerë dhe fitum neve 3-1. Ndeshjen. Atëherë u mrekullu Petri Dume dhe të tjerët, edhe që aty urdhëroi, hajde këtu më thonë mua, i afrova. Lloga private të shkosh në klubin Partizani, edhe unë shkova dhe ngrysa në klubin sportiv Partizan. Selin, neve kemi pasur ku është sot Pallati Aslan Rusi, që thoshin atëherë Pallati Partizan. Aty kemi pas vendin ku rinim. Edhe unë u atashova pranë grupit Partizani që quheshin atë kohë, me ekipin e voleybollit. Partizani, le ta themi, ishte më lart se Lokomotiva e asaj kohe. Patjetër. Ishte lojtar cilësor. Partizani ishte më lart edhe se ekipet e tjera, po cilët ishin shkaqet. Shkaku parë ishte që ata mblidhin sportistë të mirë nga gjithë Republika. Siç ishte rasti juaj. Rasti im dhe rastet e tjera. Patjetër. I dalloni, evidentoni kush ishin ata dhe i merrni. Një. E dyta, në klubin Partizani kishte trajtim goxha të mirë. Qoftë ushqimor, qoftë sportiv, qoftë moral e plot tjera. Treta, aty kishte rivalitet sportiv. Sepse nuk mund të hesësh përpara nëse nuk ke rivalitet në ekip, nuk ke rivalitet. Rivaliteti bën që të hesësh përpara. Dhe them me kënaqësi të madhe dhe kujtoj tamam me krenari atë që rivaliteti ndërmjet nesh ke klubi Partizani ase kohë ishte i ndershëm, ishte sportiv, nuk ishte për t'i vënë sërkam tha njëri tjetrit. Neve ndihmonim njëri tjetrin për të ngritur nga ana sportive. Dhe qoftë në vitin e parë, qoftë në vitin e dytë që ishëm atje, ne dolëm kampion kombëtar si Partizan. Këtu filloi një përgatitje e jashtëzakonshme intensive e imja. Po të regoj një shembull, pa ju mërzit juve dhe ata që do në Jo, patjetër, është kënaqësi. Kam pas një shok, Adem Sambli. Ky ka qenë atlet në ecje sportive. Në ato kore e quajtën tarë se hiku Aratis në Beograd, mas e 4-5 vjetësh, në një Ballkaniat, jo, po ishte djalë shumë i mirë, nga Koxhasi, Shijakut. Po, Shijakut, po, zoni Shijakut. Edhe me atë që me heste mohabeti, edhe ishte djali i urtë, ngreshin në mëngjes rreth orës 6. Edhe bonim 2 xhiro ke fusha aviacionit e asaj kohe, në shi, në borë, në vap, rreth e qark fushës. Më kujtohet një herë që binte borë në Tiranë, rastet arralla, ne ishim me të madhme, me të pusë dhe laskuriq pjesë e si. Binte borë dhe avullohesh në trupin tonë. Ne me gjithatë bonim vrap edhe serviteshim. Sepse unë e kishe kuptuar që nuk mund të bosh sportist në nivelet të larta, nëse nuk do të sakrifikoje në kohë edhe për të përgatitur fizikisht. Më thënë, një përgatitje shumë e lartë atletike, një përgatitje shumë e lartë akrobatike, dhe këto pasaj të mbështesnin përgatitjen fizike edhe teknike individuale. Me këtë teknikë individuale do të ishin gjendje pasaj që ta realizojnë detyra taktike që ishin në ekip. Këto unë i kishte të qarta me gjithse në moshë të re, dhe pa në i përvojë. Ashtu i kishte të qarta dhe e dava mene që do të ushtrohem gjerësisht në këtë aspekt jetës. Në vitin 62 le ta themi, e ndjenit veten të vlerësuar tek Partizani dhe a jeni mendimit se aktivizimi tek kjo skuadër ju ka ndihmuar shumë në karrierën tuaj sportive? Po. Ishe i vlerësuar qoftë nga shokët e ekipit, qoftë nga ekipi që komandonte klubin Partizani. Në ato kohë ka qenë komandanti i klubit Partizani Besim Fagu, në kolonel, futbollist i quar i kombëtarës së Shqipërisë etj, më vlerësonte shumë. Në ç'kuptim drejton te klubin Partizani? Ishte komandant, sepse klubi Partizani ishte repart ushtarak. Ishte repart ushtarak. Po, edhe ai e komandonte këtë. Bashkë me një komisar i Minasava, një tjetër edhe i burr shumë i mirë,
edhe në vlerësoni. Përgjithsisht sportistët ishin shumë të vlerësuar. Mjes për mjes, ke ne vinte ekipi i Ministrisë Mbrojtjes, po generalet e Ministrisë Mbrojtjes, Petri Dume, Arman Perllaku, Sejdin Abdia, Moren Kokomani, dhe Tem Gjinushi, e tjerë gjeran me nga 1 me nga 2 yje, dhe boni gjimnastik mjesit duke luajtur basketbol me ne. Edhe mu kishin qef ata, se ishe i urte dhe penetrojmë të edhe i përgatitur fizikisht, dhe meni gjithmonë dhe luajnë me ekipin e Petri Dumes, basketbol. Pra kishin një afërsi, një shkriri. Ata kishin atë nostalgjinë e tyre si duket Partizani, kujtohet e kona luftës e tjera, dhe thoshin Partizani. Edhe vini vazhdimisht, por ama veçanërisht Petri Dume 2 herë në ditë do të vinte në klubi Partizani. Lutë ping-pong, lutë basketbol, na trajtonte ne, na pyeste për ushqimin, për gjithë kushtet e tjera, të cilat i kishin shumë të mira. Ata. Gjithashtu edhe Biqe Balluku, ishte general ministër, edhe i vinte, po ja shpesh. Le ta themi në klubet e tjera, siç është rasti edhe i Lokomotivës, mungonin këto kushte. Tjetër, ishim jashtëzakonisht më poshtë se sa atje. Kështu që në klubin Partizani unë arrita një formë të mirë sportive. Cila besoj se ju ndihmoi edhe në aktivizimin e mëvonshëm edhe më vonë. Edhe tek Lokomotiva. Që në klubin Partizani unë isha në 6-ën e parë të ekipit. Të më luajshë në 6-ën e parë, nuk ishe rezerve kështu. Dhe gjatë kësaj kohe që ishe në klubin Partizani, në vitin e 2, në muajin qershor u bë grumullimi i ekipit kombëtar të Shqipërisë. Dhe ky ekip do merrte pjesë në finalet e kampionatit botror, Moskë 1962. Dhe u grumullua muaj qershor, Korrikë dhe Gush në Tiranë. Bonin pjesë 16 sportistë, të mbledhur nga gjithë Shqipëria. Po bërthamën e ekipit kombëtar e kishte pra Partizani. Ne ishim 6 veta të ekipit, ishim nga Partizani. Jo Petit Mërzaku, Masaraga, unë, Fatmir, Mega, Fatmir, ne, se Fatmir, Pëllon Pelivani, Alilu Lolli e tjerë, do më ishe bërthama, ishe ke Fatmir Sharofi. Më falje Fatmir, që ose më digjon që se vejto. Edhe u grumullëm atë dhe u sërvitën në Shqipëri. Trajneri ishte Enver Maçi. Enver Maçi kishte studiuar në Bratislav të Slovakisë sot kryeqyteti, edhe aty ishte specializuar në sportin e voleybollit dhe drejtonte përgatitjet e ekipit tonë. Mos u përgatitëm për 3 muaj, ishte nënshkruar marrëveshje që duhet shkonin në Republikën e Kinës. Do shkonte ekipi ynë përfaqësues. Të shkonim në Kinë për 1 muaj trajning të përbashkët me kinezët, si në atë kohë ne thoshim vëllezërit kinezët etj. Edhe unë nisëm dhe shkojmë Kinë. Po më kujtohet një rast që tipizon atë regjim të asaj kohe. U hap llafi që neve tash ekipi do të nisemi për në Republikën e Kinës. Po duhet përcaktohet ekipi se ishim 16 veta, 12 do të shkonim. Lajmërojnë që të nesërme në orën 10 do grumbullohemi ke Parku Rinia i asaj kohe, ke Hotel Dajti për Kashi, ku do vinte një farë Sofokli Afezolli, Dursakaj, instruktori i komitetit partisë, të lexonte ekipin që do shkonin. Unë, si dhe të tjerët, ishe nënkth. Unë që ishe pa partia dhe isha ai që ishe me të biografi. Nëse do t'ishe pjesë apo jo e ekipit kombëtar. Ekipit kombëtar. Dërsa të tjerët ishe me partishmëri të lartë, e tjerët ai kishin përcaktuar vendin e tyre. Më thret Besim Fagu, që thash pak më përpara, që kishe respekt dhe ndote fort. E në më thot, Lugo, urnoj thëmë në kërën Besim. Hadi që këtu, edhe shkova. Shikov, do shkoni ke Parku Rinia që të lexohet lista. Mos ki merr akt. Për çfarë për shumë në kërën. Për emrin tatë të në lista, për çfarë? Për emrin tatë të ke lista. Se jeta, ka hy garant Petri Dume për ty dhe që do shkosh. Me thënë të drejtën, dhe kujtoj edhe të shjetë. Sigur që lirova, sepse kishim po jetë dhe servitje dhe kishe dëshirë, kishe pasion, kishe kuriozitet, më për dalja shteti që kohë që ishte luet. Edhe shkum atje edhe me të vërtet, emri tret ju lexuan në listë, Masaraga, ishte emri im. Dhe u bëm gati me ato plaçe që kishim edhe fluturuam për në Kinë. Ky ishte hera parë që dilni herë parë edhe funde që dolëm me ekipin kombëtar. Me Partizanin nuk keni marrë pjesë në aktivitete ndërkombëtare. Jo, jashtë vendit. Sepse mas asaj kohe 62 ishte marrë sikur mbyllën çik rrugët e daljes jashtë. Do nuk ishte më marrëdhënie me të tjerë. Ja do të themën çik më poshtë. Edhe unë nisëm dhe ikëm aeroplan Rinas Beograd, Moskë dhe fletëm një natë në hotelin Ostankinot, Moskës, që të nesër do të fluturonin për Pekin.
tregoj një gjë që kanë ndonë për me shqiptarët që ishin të varfër. Shkum në hotelet që kishin zënë kinezët për ne, dhe në dhaj pritësi kinez nga 5 rubla, që ti kishim për darkin që dahani. 5 rubla në të kohë ishte gogja lek. Me 1 rubull merë një hekur me 40. Dhe shkum ka restoranti. Kujtohet. Edhe ishka 3 shok. E thëmë, një që kedi, e thë shumë, mu nuk më hajë dark. Si sa kam hajë në avion dark, dhe më ngobët, edhe këtë dion si kur më zua dhe avionet, nuk pa hajë darkën. Kështu tha dhe i tjetë, dhe ne i kursymë ato 5 rublat, që ti kishim për më vonë. Kjo ishte bugjeti jonë, kjo ishte pare jonë e gjepit atë kohë. Të nesën pasë në darkë e bile, unë jesën fluturun për në Pekin. Në Pekin apritën shumë mirë. Kinezët këshin dalë bile, thojnë ato, këshin njështë antarë dhe bërose e këtë tjerë, në sistemu një hotel të mirë aty në Pekin, restoranti mirë, edhe këshin më rrallë. Pash në Kinë, ato që dollën në merkade këtë dhe ishin shumë të varë. Pra dhe vetë qytetarët... Kinezë që shumë të varë, me lakra me zihane edhe mbush një barko. Edhe në shoqërote një kinez lium duke dhe kësheme, në gjithse gjithë li që ushin ata, që kishe qenë major në luftën e Koresë. Dhe në shoqërote me një blok, me triska, me vete, që po të blimë në janeve, do priqin talonin që ta blinim atë. Në palpuz që blem neve në Kino, në gjatë jetër. Nuk ishë mirë nga në ekonomike. Por ama një gjatë tjetër për mirë që më poni për shtypi. Kinezët, me gjithë se ishin kështu të varfër në këtë drejtim, atë që ndërtonin për Smani. Ne shkumë dhe vizitum kompleksin sportiv të Pekinit. Kishin ndërtu një stadium 100.000 vendçe. Me këtë varfëri e kishin ndërtu. Kishin ndërtu pishina të mrekullueshme olimpike. Kishin ndërtu palestra për sporte nga më të ndryshmet. Kishin një palestër që të zhvillosh gjimnastika. Krejt faqe e murit ishte me pasqyrë. Akrobatët, gjimnastët që ikoni vetën e tyre. Më thënë, më bëni përshtypje kjo dhe po kaloj në kohë të shi, do më falesh. U ndërtu në Durrës Pallati i Sportit. Në vitet 70. Ishte Rito Marka. E në më thotë moj që ishte trajneri sportiv. O, Luka, urnoj, do të ndërtojmë të Pallatin e Sportit këtu. Aty ku kanë qenë më përpara varrezat e muslimanëve. Aty ku është dhe sot Pallati i Sportit. Kështë edhe sot e kësaj dite. Dhe do të ndërtojmë, shumë mirë. Po sa vend që të boni? Po tha 2200 vend. Shumë gabime. Përgjegjësit e sportit Durrësit më kapshin nga mramba dhe që po e thu, se ishte të arbiroj, që po e thu këshumë. Tha shumë të vërtetën ata që mendoj. Pse duhet të ndërtoni 2200 vend? Ndërtoni 20.000 vend. Unë kështu i kam pa në Kinë. Kështu kam pa edhe në Moskë, kështu kam pa dhe më tanë, për ndërtoni një të tillë që të mbetet, se nuk do ndërtosh një pallati do tjetë për sot dhe për nesër. Ky pallat do tjetë për shumë vite, nuk mund ta prish të ndërtosh tjetër. Mirë, po me që po shoh unë, po dali çik nga tema. Ky mentalitet po vazhdon sot edhe kësaj dite në qytetin e Durrësit, ose në shkallë republike, gjë që s'më vjen mirë si njëri që kam kontribuar thellësisht e gjerësisht në këtë aspekt. Pra, kthehem prapë, shkum Kineve dhe zhvillum ndeshje me kinezët. Ndeshjen e parë kemi bërë me ekipin e ushtrisë në Pekin. Ishte stadium shumë i madh. Kinezët ishin shumë të përgatitur fizikisht, po njëkohësisht ata kishin perfeksionuar disa elemente, dhe kjo do i dushim për kampionatin botror, përgatitjen ata dhe ne, të cilën ne nuk i njihnim. Për shembull, ata ekzekutonin një lloj shërbimi që quhet valavitës. E gjuni shërbimin edhe ai sa vinte ke dorë lojtari pritës, putë shtopi, lëvizte në ajër. Që të ne ky lloj shërbimi nuk njihej atë. Nuk njihej fare në atë kohë. Edhe ky top lëvizte 20, 30, 40 cm, o ngrish lart, o ikte majtës, o djatës, na habiti nuk di çfarë të bëni me këtë. Aq më tepër që neve nuk e njihnim në atë kohë pritin e topit nga poshtë, po kapnim me gishta dhe vazhdimisht faul. Një lojtari tonë, që s'pe them emrin, 7 faulle me radhë bënin. Pra neshjet e para me ekipin kinez përballë një ekipi lojtarësh të tillë, cilësor të kësaj natyre, na vun pozita të vështira. Zhvillum neshjen në Pekin, zhvillum neshjen në Shanghai, në Kanton, në Tianjin, po nga disa neshje radhëzi. Po tregoj një ngjarje në Shanghai. Neshjen e zhvillum ke ish stadiumi qenve, i thoshin atë. Se më përpara, se themelohesh Kina si republikë, ishte një stadium që ishte përdorur për garat e qenvet.
e kishin adaptuar dhe kishin kthyer në stadion për volleyball. Zhvillojmë neshën. Në rezultati ishim 2-1 me sete në favorin tonë. Rezultati 13-11 po në favorin tonë seti 4. Arbitri dytë ishte Dylaver Cara, Dursaku, ka vdekë dhe ja Rahmet Pasat i ku është. Edhe e pruni rase që në pozicionin 4, qëllova unë, gjujt një top, bjen topi kinezet në tokë, pikë për ne, shkum 14. Më thot Petrit Mërzaku, leta shumë i mire, vazhdo ashtu si e kërë. Ma ngrem prap topin mu, gjujt topin, bjen ke bloku kines, ashi qarit, ngrijet topi lartë, dhe del jashtë. Dylaver Cara ngrijet e i thot arbitrit parë, që preku thot edhe marrë neshje, e fitum ne. Arbitrit edhe jo, s'ka prek gjatët. Edhe shtopi jashtë, edhe ja dha kinezëve. Petrit Mërzaku, majori i ushtrisë ke ne, njeri besumi aty, i shkon ke kull arbitrit dhe i tun kullën, dhe tunxhe do të hull nga nartë e poshtë, pëse s'na jetë topin ne, pëse ne bën me hile, nuk është kjo vllazni. E me gjithë u bom nervozë, e fitun kinezët dhe atë neshje. Keni zhvilluar shumë ndeshje edhe me ekipin përfaqësues dhe me Partizanin. Në ç'nivel ishte voleybolli jonë në raport me të paktën me rajonin e Ballkanit? Po, sporti voleybollit jonë i asaj kohe, po të krahasohesh me shtete lindore, si themi neve, ishin më mirë ata se sa ne. Sepse vendet lindore e kishin shumë të zhvilluar sportin e voleybollit. Ndërsa perëndimi shumë pak e njihte voleybollin dhe sa ishin hedhur hapat e para në këtë drejtim. Por Ballkani, në Ballkan ishin bullgarët ishin shumë mirë, rumunët shumë të mirë, jugoslavët të mirë, çekët ishin jo vetëm ekip potencial, po dhe të squt në manevrimet. Pra, marrum atë turneun e Kinës, edhe tetorit dhe ishim në Rusin, Moskë. Edhe unë nisëm me shku me aeroplan dhe arritën Moskë. Netëm një javë në qytetin e Moskës dhe grupi jonë në saktu në Kiev, Ukrainë. Në Moskë shkum vizitum Kremlinin. Nga që në ekipin tonë bënim pjesë shumë rritarë të moshës shumë të madhe se unë për atë kohë dhe kishin studiuar disa dhe në ish bashkimi sovjetik, dini mirë rusisht. Edhe në lanë vetje shkum në Kremlin. Unë dhe të tjerët vizituam atë Kremlin të famshëm që thua sot. Jo kambanët e Kremlinit, dhe kishe dhe Kremlinit, me të vërtet ishe vend i madh, vend madh shtat. Sheshin e Kuq, unë kam parë dhe Leninin të Balshamosut, ke mauzoleumi i Leninit. Ishte kam parë metron e Moskës që ishte metro fantastike. Dhe ne unë nisëm dhe shkuam në Kiev. Atë zhvillum neshjet në grup. Disa episode kështu që kanë lënë mbresa të thella më. Po zhvillosh një neshje me Finlandën, dhe s'ka bohëm. Neshje të cilën e fituam ne, 3-0. Neshje zhvillosh në një stadium madh. Momenti që përfundoi neshja, u fikën dritat në sallë, u drejtu një projektor ke flamuri i shtetit që kishte fitu dhe këndohesh hymni i atij shteti. Në këtë kohë, u ngret flamuri shqiptar, ndriçohesh nga projektori dhe këndohesh hymni janë. Po ishte errësirë plot. Kur përfundoi ajo pjesë e hymnit, edhe u ndezën dritat, ne po shikonim njëri tjetrin. Të lutem më beso, të gjithë po qanin. Instinktivisht vetvetiu, me atë shtet jashtu si na trajtote, neve për krenarinë kombëtare, për atë që ja dhe ne erdhëm këtu dhe ngritëm flamurin tonë, me yll pa yll ne ngritëm flamurin tonë, neve qanim si fëmijë që të gjithë. Emocionet e mëdha që kishim. Domethënë, edhe në atë varfëri të tej skajshme, tamam kështu ishte, ne prapë kishim atë patriotizmin. Tjetër, shkum neve në restorant në Kiev, që të hanim darkën e parë atje. Shikojmë në tavolinë, nuk ishte vendos flamuri shqiptar. Se të gjithë shtetet që ishin aty, dhe nuk ishin pak, po ishin goxha shtete, edhe vajza dhe djem, ishin një kosi që u zhvillohej në kampionati, nuk ishte flamuri shqiptar. Atëherë protestoi përgjithësi ekipit dhe kërkoi që të vendosesh flamurin shqiptar. Edhe nuk kemi hangër darkë, derisa ata për një herë zëvendësuan të nesër flamurin shqiptar. Pra edhe kjo një shenjë që shqiptari, sido që të jetë, kur del jashtë shtetit, varfëri pa varfëri, komunizëm pa komunizëm, ai kërkon me çdo kush që të ngrej krenarinë
e venit vetë. Kujtohet, më fal, edhe një tjetër tamë. Një lojtar i joni, Fatmir Meka, ka shumë kohë që ka vdekur. Lojtar shumë i mirë, dhe basketbollist dhe volejbollist. Lojtar e ekipit kombëtar. Kombëtar, gjithmonë për aty bësh fjalë. Shikoj çfarë patriotë në aty. Shqipëria ishte e varfër në atë kohë. Aq më tepër që ishin ndërprerë edhe marrëdhënien me lindjen, shonim shumë keq ne me rusin këtë. Shkoj dhe bleu në dyqan një shishe qumshi, një shishe kosi, që u përdorën kohë gjatë në Shqipëri për të shpërndar qumshin edhe kosin, dhe i pruri që ti sillte që të bënin ato presformat e gudnisha për t'i prodhuar edhe për t'i pasur shteti shqiptar. Gjithashtu bleu nga ato reflektorët ishin të asaj kohe, trumbullakët me një rezistencën mes. E bleu po atje, i paketumi prun këtu, që të jetë e shtetit. Shiko çka kontributi mundoshin që të boshin këta lojtarë dhe këta njerëz. Unë ishe i shumë i ri, shumë ashtu, si them. E kështu ishin ato. Në ato kohë ishin dhe që këtë vështire të rrezikshme, pse? Që të zhvillohesh një neshë sportive do të mblidhesh organizatë e partisë me. Ishim kinë neve atëherë, po kthehemi çik mbrapsht. Do mbledhim organizatën e partisë dhe do vendosim për formacione kush do luajë. Ç'punë ka organizata e partisë? Çka ka ajo që do vendosi do luajë Luka Prifti, do luajë Fatmir Sharofi, do luajë Lolli e tjetër. Aty ka një trajner i cili e din përgatitjen e lojtarit, e din përgatitjen e ekipit, din fiksionimet, cakton detyra dhe më ta. Do më gjëra të vepruara, gjëra që sa ashtu. Që si shërbeni sportit. Po se çfarë do shërbeni? E megjithatë në kampionatin botror që unë mbaj ndër aktivitete më të rëndësishme të pjesëmarrjes së ekipit kombëtar të Shqipërisë, nga 32 ekipe që ishin, neve zonë vënën e 14. Pra atje që 14 në botë nuk është pak. Patjetër. Apo, edhe janë 32 ekipe që marrin pjesë. Më pyetet pa përpara për si ishte voleybolli jon me shtetet e tjera, me rajonin me kështu. Po të them një jo për të qeshur, po edhe është për të qeshur në fund fare. Zura shok një 2 italian të ekipit përfaqësues italisë. Edhe më pyeti njëri nga ata një mëzdite kur kishim shku me pa baletin klasik të Leningradit. Ishte si aktiviteti organizatorëve, thaj. Që ishte baleti më i mirë i botës. Në atë kohë dhe sot më hamene, shumë e pa. Edhe më pyetëm thotë. Mërloga thotë, urdhnoj them. Ç'a veture ke në Shqipëri? Po, thash, kam veturë. Pa ç'a marke ke? E thëmë marka Qerre. Pa ç'a që marka? Nuk e kam dëgjuar në i herën këtë marka Qerre. Po, thash, se vilin që kam unë e kam kodër sipër. Edhe me vërtet, në atë kohë kishe shtëpi, qa vili kishe shtëpi si gjithë tjerët, me vend të pjerët, ke kodrat e ke lagje 7, edhe nuk njitesh do të veturë çfarë doshne, po e kam Qerre, thash, fort. Në ndër sa të varfër, thash, edhe qeshën e thash, kur të kemi biciklet, thash, një biciklet, e po ta kem time, thash, them që kam i gjatë malë. A ndihe i privilegjuar një sportist aq më tepër i ekipit kombëtar, siç ishit ju në raport me bashkëpunëtorët e tij? Flasim gjithmonë për kohën. A ndihe i privilegjuar? Në ambientet sportdashëse, masën e gjerë publikut. Dhe jo vetëm në ambientet. Fjala vjen në ambientet e punës, ku punonte, a kishte një farë privilegji sportisti? Po. E njësë të them që në ambjente sportdashe isim të përkëdhelur, ishim njerëz që edhe të shkonin të pinim i kafe, do në qerasin tjere. Njerëzit ju donë. Njerëzit që në donë, edhe për të cilët ne lunim. Pa tjetër. Pa ata lunë, edhe kur ka ardhur puna që unë kam marrë një fjalim dikur, kur më dhanë këtë tjetër kështu, përmende shumë sportdashës, se nuk mund ta kuptoj sportin të shumë pa sportdashësit, pa ata që të bravarasin, pa ata që të gjimojnë mrapa, pa ata që të lavdërojnë, po dhe ata që të shajnë kur nuk lunë mirë. Po ky është sporti, ky është ajo që luaj. Tash për sa i përket vendit punës, unë ju thash juve që kam qenë mësues matematikë, fizike, gjithë kohës time dhe kam punuar goxha, rreth 38 vjet, nuk kam qenë privilegjuar. Jo vetëm që kam qenë mësues si gjithë të tjerët, por ne kemi pasur edhe klasa kujdesarie, që ishte një ngarkesë suplementare. Edhe atë kishte, edhe bile më jepni klasën më të vështirë se as e bën profesor Luka, se e duan nxënësit nga sportistë kështu me radhë. Do nuk kishim asnjë lloj privilegji. Përveç se kishim atë që në një trajtim ushqimor modest, siç mund të jetë një mens për të varfërit, ata i s'kan, ashtu ne hapni nga i dreka në i darkë kështu. Pavarësisht se çfarë niveli sportiv ishte. Vetëm se kur grumulloheshim në ekipin kombëtar voleybollit, kishte një tjetër. Kishte trajtim tjetër, edhe me ushqimore kryesisht. Se veç mallti ishte shumë e tavë.
Pra kishte aktiviteti deri viteve 62, edhe kur marrë kampionatin botror, që u ktheva bashkë me të tjerë në Shqipëri, pa a kishe nga se jonë vetën tim, ore taratise mund t'i ikim, kur shkon në Shqipëri, nuk kishe të tjela. Nuk kishe të tjela. Bile në atë kohë, kur neve ishin në Kiev, unë flishin një dhomë me Franz Jakovën. Franz Jakova ka qenë volejbolist, modest, ka qenë antari gjykatës kushtetuese të Shqipërisë, deri vonë derisa doli në pension. Edhe ndodhi kriza e Karaibeve, e raketave të Kubës. Ne ishim një ditë e zymtë, aty kur foli edhe ai speaker i famshëm i luftës së dytë botërore i rusëve, e ndigjonim e na hyn çik frikore çfarë po vaki, çfarë ashtu. Domun kemi qenë atje. Por neve gjithmonë kemi qenë dashamirës në adeu tonë, ndaj të afër me tonë, me atë varfërinë tonë, me atë skamjen tonë, me atë çorbën që haqim ta themi kështu, me atë groshët tonë, sepse kështu është i gatuar shqiptari normal, është tjetër gjë ai tjetër. Pastaj mas kësaj, që u kthym ne unë ishe prapë ushtar, atëherë në klubin Partizani më çmobilizuan. Por ama Petri Dumi kishte urdhëruar që unë duhet të rishim me Partizan. Edhe kishte porositur këtë Besim Faue që Luka do të ri kapter ke Partizani. Do të japim shtëpi edhe të ri këtu. Dhe ashtu ndodhi. Ja, nuk pranova. O nuk pranova që të ri ke Partizani. Dhe e thash, faleminderit shumë për konsideratën, për vlerësimin që më bëni më, po unë do shkoj ke pleqt në Durrës, do shkoj ke familje jeme. Ata më lindën, më rritën, se po të ri këtu do marrë drejtim tjetër. Dhe ju mirë kuptuan. Mirë kuptuan. Në këtë kohë më dhanë edhe titullin Mjeshtë Sportit, që batuke Gazeta Sportit e tjera, dhe po në atë kohë më kujtohet një tjetër gjë. Mas 4 ditësh organizohet një ndeshje miqësore, Lokomotiva Partizani. Edhe luajtëm ke shkolla Skënderbek në Tiranë. Fitum ne 3-1, po fitoi Durrësi kundra Partizanit, një kohë që ne, kur ishe dhunë ke Partizani, i rrifshim Durrësin 3-0. Aty ishin Petri Dumi, Roman Përdau, gjithë gjeneralë, dhe më shkëlqeshin ke stolja në më tanë, palaskat e ty me nga 2, me nga 1 yll. Edhe në qeftas Petri Dumi urdhëron, lugën merrin dhe çoni ushtar para. Vjen një Alush Abdi Hoxha, e në më thotë, Luka Prifti, o hajde vetë, o me ushtar do të marrë Klub Partizan. Nuk je i lirum, se të kemi qunë Marin, kemi transferu nga 2 vjetë, 4 vjetë. 2 euro me nejtë, ke klubi, kur ishe qenë për 2 vjetë. Edhe gjithë natës më zu gjumi, si do t'ja bëj hallet. Në mjes nga reme dhe shkoj ke Ministri e Mbrojtjes, atë edhe prita Petri Dumi. Më pa, erdhi më hudhi dorën qafë. Thë, qa ke Luka? Shoko generali, thash, ju më liruat, po prapë kërkoni që të mobilizohem. Unë ju thash që do të shkoj në Durrës, do të shkoj ke prindrit e mi, ke pleqësat, po do të shkoj ke ata shok me të cilët e fillova këtë karrierë sportive dhe me zi më presin dhe mua që bashkë me ata prapë do kontribojnë. Dhe ju jap fjalën që çdo aktivitet sportiv që do keni ju, që do mandini nevojë dhe mua, edhe unë do të jem i vlefshëm dhe do kontriboj, unë do vi me gjithë zemër të luaj me ju. Edhe kështu ndodhi edhe në të ardhmen. Kur thyet tek Teuta mbas aktivizimit për disa sezone tek Partizani, si e gjetët Teutën ose Lokomotivën e atëhershme le të themi? Unë gjeta lojtarë që kishin etje që të arrinin një pozicion të mirë në kampionat kombëtar. Kishin dëshirë, sepse ekzistonte ajo ambicie që pse të më rafi ky ekip, ta rafun atë ekip, ta mposhtun nga ana sportive atë ekip. Domethënë gjeta një ambient të favorshëm për një stërvitje dhe për një luftë sportive. Plus ardhja dhe ime dhe një lojtari tjetër me të këthupi, po kryesisht e ime, se unë ishi që aktivizoheshe vazhdimisht ke Partizan, prishi bilancet si duket asaj kohe, bori që ekipi me Napoleon Lallën, Non Lazën, e shokët e tjerë që të thash në këti, të mobilizohen, të zhvillojnë stërvitje më të mirë atje. Edhe unë plotësova shumë boshli që kishte. Më besuan edhe detyrën e kapitenit të skuadrës, në atë kohë, shuterit kryesor, luftun fort edhe ne dolëm kampion kombëtar. Dhe më cilit ishe nga shkaqet që dolëm neve, mund më pyesni juve. Unë them që shkaku i parë ishte ambientin në cilin gjeta unë. Ishin lojtarët e predispozum, ishin lojtarët e përgatitur, po si them një motor i gatshëm për të nesër, po do të benzinë që të nesër. Edhe këtë maso ja dha shumë këtë benzinë aty. Po dhe forma e mirë e ime që kishte marrë tash sportive. Vjen nga një skuadër me emër, si Partizani, dhe sigurisht kjo ju ndihmoi edhe për të arritur edhe skuadrën e Lokomotivës. Zoti Prifti, do të thoja që pjesëmarrja juaj në ekipin kombëtar për vite e vite ka qenë dhe piku i karrierës sportive të një sportisti, besoj. Por
cilat kanë qenë ato vështirësitë, le të themi, apo momenti juaj më i keq që kujtoni në karrierën tuaj të gjatë? Vështirë kam të përgjigjem me saktësi kësaj pyetje, se njeriu edhe unë në ato kohë që kisha dhe detyrën edhe të trajnerit të ekipit Durrësi, masi u ktheva, se nëse do më lejoni të parashtroj edhe një periudhë të shkurtër kohore, që ti përgjigjem më mirë kësaj pyetje që më drejtuat. Po, patjetër. Nga viti 64, unë prapë u riktheva ke Partizani. Po në kësaj radhe nuk ishe moshtar, po ishe student që të mbarojshe universitetin. Sepse në vitin 58, i marrova gjimnazin, nuk më nxorën të drejtë studimi. Megjithëse kishe mesataren 4.9 asaj kohe. Ishte nxënësi shkëlqyer në matematikë, në fizikë, në kimi, letërsi e këto tjera, në të paktën nxënëse, nuk më nxorën. E din ata. Edhe unë nuk kam çfarë them sot. Edhe shkova për të vazhduar studimet. Po nga që kishe dhënë fjalën General Petritit, edhe do të qëndrova një asaj, se ata u sollën shumë mirë me mua, unë prapë u ngranova ke klubi Partizani. Ke klubi Partizani dhe në vitin 1963, dhe më një vit më përpara, unë prap u aktivizova, sepse u zhvillua në Shqipëri Spartakiada e ushtrive mike, që quhesh, jo rumun, jo kines, korean, e mongolë e qeshit, dhe unë shkova dhe u vesha ushtarak e Partizani dhe zhvillum neshjen ato. U zhvillum gati janë 15 neshjen ndërkombëtare me në vitin 1963. Pas kësaj 64 prap shkova si studentash. Fati mirë ishte që në këtë vit që shkova unë aty, trajneri i ekipit të Partizanit u saktua një kines. Ai ishte jashtëzakonisht i përgatitur. Ishte një kuadër i përgatitur në ana teorike, në ana praktike, nga ana organizative, me një fjalë kam përshtypje të jashtëzakonshme. Dhe mujti që të na nxjerr lojtarët aty niveli na ngrej shumë lart, cili tha. Sepse pikpara me ime po dal në një deduksion dhe them që sportisti cilësor arrin një nivel të saktuar sportiv, po nuk mund të shkojë më lart se sa aq nëse nuk ka trajnerin e mirë që ta çojë. Domethënë duhet patjetër që të ngrehet një hop anal, duhet trajneri. Pra po ja them shembull. Jashtë modestisë, ata që do na ndëgjojnë mos marrin sikur mungon modestia. Në kampionatin botror, përpara neshjes Poloni-Shqipëri, trajneri polak me trajnerin shqiptar kishte qenë shok shkolle në Bratislavë. Dhe bisedojnë me njëri tjetrin dhe thonë që ti Enver Maçi ishte trajneri jon, na nxjerr një lojtar që ke ti më të mirë në këtë shtan ata. Edhe un polaku do nxjerr një lojtar. Nga Shqipëria më nxorën mua. Dhe unë u krahasova me lojtarin polak. Më fal. Trajneri polak masi bën krahasimin elementat të ndryshëm, kapjen nga poshtë, shërbime këtë tjerë. Erdhi dhe i thot Enver Maçit, komplimenta për lojtarin që ke. Do më vlerësoj aftësitë e mia. Mas kësaj kohe, unë arritet ta ngrej cilësinë sportive, në farë shkallë, po lojtari polak u bë shumë mirë, bota range dhe evropiane dhe çmë. Pse? Kushtet edhe trajneri që ka më për flokësh kur të mund edhe ngren edhe çon në ato nivele që duhet. Kështu edhe në këtë rast, ne erdhi një trajner shumë i mirë aty, edhe na përgatiti shumë mirë. Dhe kulmi për mirë ishte neshja që u bë në një kupë në Tiranë, Kupa e Paqes, e miqësisë. Pa i quajt Paqes. Dhe ishte ekipi i Tiranës, Dinamos, Partizani dhe kampioni i Kinës. A keni pasur një moment negativ në karrierën tuaj, le të themi që nuk doni ta kujtoni, por që çdo sportist në karrierën e tij ka momente të mira, ka dhe momente të këqija. Cilin kujtoni si momentin më të keq tuaj? Po. Rreth vitit 67, 68. Nuk kujtohet mirë. Ishte dhe trajneri i Durrësit, dhe kapiteni i skuadrës Durrësit, dhe lojtar, kryesor. Zhvillohesh një ndeshje Tirana me Durrësin në pallatin e sportit. Ta saj kohë Partizani, sot Aslan Rusi. Setin e parë e fitum ne, si lokomotiva, dhe zhvillohesh seti i dytë. Arbitri më duket se ka qenë një Albert Sajellari. Patjetër që i bëshin osana ekipeve të Tiranës, i mbronin ata. I bide birbyli shumë fort. Unë, pa në gjë të keqe, me dashamirësi, me qetësi, i drejton dhe i them, pa i zoti, mos i bje ka që i fort birbylit, si jak të kuna kene të ndigjojnë edhe këtë. Edhe ta shi që them,
pa dash me ndryshu asë gjë, thempim, qa i thash? Mos i bje bëli fort se na shordhova me i fjallë tjerë. Ashtu si që ishte, më thotë, dilë parjashtë. Po si mërë të dalë parjashtë? Pse do dalë parjashtë? Jo, dilë parjashtë. Po mos haroj qiti parjashtë. Trajnerin, kapiteni e skuadrës lojtarin, neshja i ko deri. Do në këta e kujtoj si një ngjarje të shëmtur në aktivitetin sportiv. Pa një përgjegjësi unë për atë. Masë zuat i kisha thënë atë, mos i bje bëli fort. Po ja tha çfarë bë. Dhe më qiko qa tendence e kam pasur edhe arbitrat në këtë drejtim. Kjo nuk merr në mirë. Pastaj edhe në sport unë mësova një fatkeqësi në vitin 1968. Nxora Kavilin kur të thyve kamën. Ai ishte po prapë gjenerova kamën edhe mujta pasaj që të ashtu. Sot i prifti, si e shikoni sot volejbolin shqiptar në përgjithësi dhe atë dursak në veçanti? Do më lejosh ta marroj atë punë e kupës së miqësisë, e kam si pishman edhe. Patjetër, vetëm të lutem shkurtimisht për shkak të minutazhit. Po, patjetër. Neshja më e madhe e zhvilluar e volejbollit shqiptar me ekipet huaja, pavarësisht se unë debutonja aty dhe luajnë atë ekip, është kjo neshje ndërmjet Partizanit dhe ekipit kampion të Kinës. Arbitri ishte Feti Barova. 3 orë e 36 minuta u zhvillua ndeshja. Atë e fitum neve 3-2. Edhe e pruni fati, aftësia ime nuk di qarë, që 2 pikët e fundit i kam shnuar. Pallati Partizane ishte mushur tej mase, o shëtinte vazhdimisht për këtë rezultat të mrekullueshëm që arritëm ne. Unë kishe vënë bas me General Raman Perllakun, edhe Tem Gjinushin, që gjatë zhvillimit të neshjes së volejbollit, neve lodhemi, stërmundohemi, ata thoshin ja. I kishe vënë me basi do humi 5 kg në ndeshje. Edhe me të vërtet në basë neshju peshova nga 79-74 kg. Edhe ata habitën. Me këtë tregoj që edhe sporti volejbollit që në aparencë dikujt i duket i kollajshëm, dikush është jashtëzakonisht i vështirë për të zhvilluar. Tash më pyete për sa i përket volejbollit. Shiko, volejbolli sotshëm ndryshon shumë nga volejbolli i përpashëm. Në ç'kuptim? Edhe nga ana e rregulloreve teknike, për shembull atëherë zhvilloheshin sete me 15 pikë, me marrje, me të tjera. Në ato kohë faullat ishin jashtëzakonisht të delikate. Kapja topin nuk realizohesh nga poshtë si tashi e këtë tjerë. Tashi është lehtësuar puna e lojtarëve të volejbollit. Një. E dyta, përsa i përket përbërjes ekipeve. Në ato kohë ekipet ishin me lojtarë të qytetit. Edhe si të mund të ishte si një farë ekip kombëtar i qytetit Durrësit. Edhe mbroni me fanatizëm gjyrat e ekipit Durrësit. Kurse tashi sporti është kthy më tepër një aktivitet komercial. Sepse me ekipin e Durrësit vjen edhe Maqedonës, vjen edhe tjetër. Domethënë është një karakteri tjetër kjo. Ndërsa, për sa i përket kushteve, gjykoj që kushtet sot janë më të mira. Ne atëherë kur të kishin 2 topa të mirë, të rumbullakët, të saktë, do të diçka e madhe. E dyta, më men vitet e parë ne kemi lidhë zbathmëria, ke parku sportiv. Merrshin puske, Gjosh Vullkaja, Rahmet Pasra i ka vdek, ishte përgjesi këtyre terene, merrte pusën i Zhgomës, i çani mrapa ke themër që ti zmadhoni se kishim kam në madhe, kalemajt vjekshim e zbath, ishim surile e tjerë. Edhe domethënë ishin kushte të vështira, qoftë bazës materiale, qoftë terrenit ku lunim. Ne lunim një terren rrshqitës, një terren që ishte vizuar me gëlqere. Nuk ishte kështu. Që mos ke merakë dhe 2 llafe. Kur u kthym nga Kina në 1962-shin, unë personalisht dhe të tjerët kopjuam elementet pozitiv që kishin ekipet aziatike, sidomos që ishin të shpejtë, të vrrushëm, dhe i futëm në volejbollin shqiptar. Që në vitin 63 u zbatuan pasaj në ekipet, dhe unë i zbatova në ekipin e Durrësit, të tjerë ke Partizani edhe kështu me radhë. Të theksoj edhe një gjë. Mos më marrin juve dhe të tjerë që më dëgjojnë për mungesë modësie. Në vitin 1968, ky po merrni juve në intervistë, si trajneri i Durrësit, kam zbatu me ekipin e Durrësit, me atë përbërje modeste të lojtarëve. Shutimin nga vjet dytë, që sot në botë përdoret si element bazë në lojën e volejbollit. 1968 neve kemi zbatu. Natyrisht që ekzekutimi atyre elemente nuk ishte në këtë lartësi e këtë tjerë, por ama si element neve arritëm ta njohim, ta zhvillojmë. A i ndiqni aktualisht aktivitetet sportive kryesisht ato të volejbollit, të paktën këtu në Durrës? Shiko, ne i dëshirë shumë të madhe, nuk është se kam, po nostalgjin për të kalumen, qoftë edhe timen dhe shokëve të mi, edhe dashamirësi dhe për qytetin e Durrësit, unë e kam. Po, edhe imja maso është neglizhencë, po shikoj edhe një ftohtësi nga ana e klubit.
sepse për atë që kam kontribuar në sport, për atë që kam dhënë unë me bujari, me dashamirësi, rinin teme, tamam vitet më të ashtu, edhe nuk mund të bësh lojtar atëherë pa 5-6 orë në ditë stërvitje. Atë qoftë një ftesë të vogël, më të vend djeni e thotë, zoti Luka, nesër në orën 5, zhvillot jo neshe kjo, ju lutem hajde. Ma lejnë mu përgjegjësinë e ardhjes së mosarës, asë eva. Kjo nuk është mirë, por nuk është mirë edhe për mua si njeri, nuk është mirë dhe për konsideratët që duhet të tregojnë ata ndaj me, por nuk është mirë vetë edhe për klubin, se edhe lojtarët që luajnë atje, kur shikojnë një njeri që ka kontribuar me flokët e bardha që ka dhënë për ekipin, dhe ata sigur janë më të motivuar pastaj që të mobilizohen e të japin. Edhe 5 lavë dhe mund të aftë. Domethënë i shikoj që këtë marrëdhënie të ngrira për të ftohura në këtë, gjë që s'm vjen mirë. Zoti Prifti, a keni marrë ftesë nga drejtuesit e klubit Teuta ndër vite, nuk flas vetëm vitet e fundit, për të drejtuar një ekip volejbolli, për të thënë dhe ju eksperiencën tuaj në këtë sport? Me përjashtim të viteve 1974, 79, ku punova si inspektor i lojrave me dorë në klubin Lokomotiva, pra kontribova dhe një herë le ta themi si drejtues. Si drejtues në këtë rast, po edhe afër ekipeve sportive, volejboll, meshkuj, femna, basketbollit e të tjerëve, masi ka prej aty, nuk më kanë ofruar gjë. Edhe është ajo periudhë që thashin ju, marrëdhënie të ngrira. Do të thonë që ata nuk më ftojnë, po dhe unë nuk shkoj. Edhe kjo nuk më vjen mirë. Zoti Prifti, aderoni prej pak kohësh një shoqat të sapo krijuar në shoqatën për mbrojtjen e vlerave të qytetit të Durrësit, është një shoqat e krijuar para pak ditësh. Cila është arsyeja që jeni pjesë e kësaj shoqate? Po, unë gjithë jetën time, deri sot jetoj, kam kontribuar sport, mësues, në sindikata, në shoqata të ndryshme, e kam ndjerë dhe ndjej detyrë qytetari që të kontribuoj me sa mundem që jeta e qytetarëve të Durrësit të jetë sa më qytetëruar, sa më e begat, vlerat e qytetit të Durrësit të zbulohen cilët janë këto vlera, të klasifikohen cilët janë këto vlera dhe të konservohen, të ruhen, të mbahen këto vlera dhe të shumëfishohen këto si vlera. Për këtë unë gjithmonë jam interesuar. Unë kam qenë edhe jam antar i shoqatës Durrësit, që nga themelimi i saj, edhe në vazhdim. Edhe kudo që ka ardhur rasti kam thënë fjalën time pa ndrojtje, me qytetësi, me dashamirësi. Dhe mirë pritet ftesën për të qenë dhe i shoqatës. Edhe në këtë shoqatë që unë aderova, me kënaqësi edhe këtu. Dhe këtu, pikësynimi është ky që ta them me qytetësi atë që mendojnë. Edhe atë ditën kur këta na thirrën dhe u themelu kjo, unë e thash fjalën time që neve duhet të konkurrojmë me alternativa. Që do paraqisim. Zoti Prifti, çfarë mund të bëjë kjo shoqat në këndvështrimin tënd, në të mirë të sportit durrësak, meqense jemi në fushën e sportit? Që lojtarët e sotshëm të Durrësit, pavarësisht si thashëm përpara janë edhe të ardhur nga të tjerë, po baza është durrësake e atyre, duhet që ata të dinë detyrimin që të luajnë edhe për të kalumen e Durrësit, të mbrojnë të kalumen e Durrësit. Po që ta mbrojnë të kaluar duhet ta njohin atë të kaluar. Po që ta njohin duhet kjo të dokumentohet e kaluar. Domethënë, kjo shoqat nëpërmjet nën organizmave të saj duhet të krijohet të tillë që të njihet e kaluara sportive qytetit të Durrësit. Vlerat e njerëzve që kanë marrë pjesë në këtë. Realisht ashtu siç është. Jo me gjykime subjektive, po objektive siç ka ndodhur. Ne them që mund të bëhet shumë në këtë. Dhe dyta, mundej që të afrohen këta dhe të moshuar si punime, këta specialistë dhe të jenë si këshilltar të klubit të dëgjohet mendimi i tyre. Ta thonë mendimin edhe të dëgjohet. Që për fatin e keq nuk po ndodh realisht. Edhe se lën hije njerëz me eksperiencë. Po të më thënë unë pa rezerva kishe për të marrë pjesë si këshilltar në një ekip volejbolli dhe do t'i thoshe mendimet e mia pa atë më dyshjen, pa atë krenari që në gjatë fjala ime. Jo, do ta thoshe mendimin, do ta hidhje mendimin, pastaj bëj çfarë të duash, ky është mendimi që kam thënë unë. Dhe ky do të jetë dhe pozicioni jon. Dhe një pozicion i tillë që të japim mendime të mençura, mendime të sakta, mendime që të shërbejnë qytetit të Durrësit, të ngrenë lavdinë e qytetit të Durrësit. Dhe kjo është më e rëndësishme, të ngrenë qytetarinë e qytetit të Durrësit. Misioni Për shembull, po dal masë jashtë theme, unë vuj shumë kur dal në qytetin e Durrësit dhe shikoj që qyteti i Durrësit i ka rrugë të pavizuara.
Vuj kur shikoj njerëzit që kalojnë në qytetin e Durrësit si delet të monët time, po i shtyp makina këtu, po i shtyp aty më të ndan. Po çfarë i kuston këty në drejtuesit Durrësit për t'i vizu këto? Nuk i kanë lekët. Do t'jam mbledh unë, do dalun do lyp, do t'jam mbledh dhe ta vizojnë. Pra unë vuj kur e shikoj kështu Durrësit. Kur shikoj Durrësin që nuk ka pusetat janë të vjetra, kur shikoj Durrësin që janë ndërtuar, çfarë të them, shumë keq, nuk vjen mirë. Dhe dua që të kontriboj, më sa ka mundsi unë, por ama edhe kjo shoqat që unë aderoj, do ta kuptoj që brezi jonë është këshilltar tash, i duhet bazohet ke një brez mas nesh. Ti bëj ato mas vetes edhe ata do të çajtë edhe si përpara. Përfitoj nga rasti ti bëj edhe një thirrje prindërve. Prindër të dashur, aktivizoni fëmijët e juaj me sport. Edhe vetë me sport, por sidomos fëmijët e juaj. Sepse sporti zhvillohet në moshë të re. Në moshën 40 vjeç nuk e zhvillon dot më sportin. Po zanate mund ta marrësh edhe atëherë, edhe doktor mund të bëhesh, edhe shkrimtar mund të bëhesh, po sportist nuk bëhesh. Një. Dhe dyta, ushtroni fëmijët tuaj dhe në sport dhe në art. A ka mundësi që të veni detyrë fëmijët tuaj që të jetë atlet shumë i mirë, po të zotrojë dhe ekzekutimin në një vegle muzikore, sepse këtë bëj edhe me përgatitjen fizike, po edhe për përgatitjen shpirtërore të atij. Ne kemi nevojë për qytetar me fizik të mirë, po dhe qytetar me shpirt të ëmbël, me dashamirës, tolerant, të kuptueshëm, që ta duam njëri tjetrin, se pak jemi, nuk kemi shumë. Është një mesazh i vyer që ju jepni, është shumë i rëndësishëm edhe për gjithë rishikuesit që na ndjekin, por sidomos për brezin e ri. Dhe për ta mbyllur, si nis dhe mbyllet një ditë e zakonshme për Luka Priftin, pasi dihet që ju prej vitesh jeni dhe në pension. Unë mundohem që të mbaj një jetë të ekuilibrume në konsumin mendor dhe fizik. Do më thënë, të ushtron fizikisht me aq sa ka mundësi, aq sa mban trupi im tash dhe aq sa i duhet atij që të qëndroj, po njëkohësisht merrem edhe me ndryshim. Unë jam një lexues i apasionuar i letërsisë. Mund të kem lexuar me mire libra, njoh pothuajse mirë letërsinë franceze, gjermane, italiane, shqiptare nuk diskutohet, ruse, amerikane, angleze dhe me radhë. Dhe në dorë ju them që kam librin Alipash Tepelenës. Është botimi i tretë i Sabri Godës i këtij, po e kam vlerësuar si një perlë të letërsisë shqiptare. Bile dhe në rangun botror është një roman historik me shumë vlerë. Merrem pra dhe me leximin e këtyre. Njëkohësisht kam përqafuar edhe zhvillimin e shkencës, jo celularin, jo iPadin e këto të tjerë, mundohem të përdor ato dhe përfitoj shumë edhe nga ato. Edhe me kënaqësi të madhe pi një kafe me miqtë e mi, me shokët e mi, që shumica e tyre nuk jetojnë dhe i kujtojmë me nostalgji, me dhimbje. Një pjesë tjetër kanë hikur jashtë shtetit, me ata komunikojmë me celular, komunikojmë me internetin, me këto tjera. Edhe juve një ditën me aktivitete. Edhe juve ju falenderoj nga zemra që më dhatë mundësinë të dalë, të them disa mendimet mia që kam prap shumë për të thënë, edhe njerëzit që më duan të më shikojnë, edhe unë t'i falenderoj për durimin që treguan që të ndijojnë mua. Ju siguroj se kënaqësia është e jona që ju kishim sonte në këtë studio, pasi jeni ndër figurat e shquara të sportit durrësak dhe në volejboll. Në vitet që unë sapo lançova në hyrje të emisionit, vitet 60-70, një kontribut i cili meriton shumë të tepër vlerësim nga që keni marrë. Të nderuar teleshikues, ishim sot në këtë emision me mjeshtrin e merituar të sportit Luka Prifti. Kaq për këtë emision, bashkë do takohemi në emisionin e radhës, deri atëherë, natë e mirë.